Po nisi, s'do merrem. Nisim për të folur më gjerë për temën. Do të flasim për diabetin e tipit 2 dhe përmirësimin që mund të ketë kjo sëmundje, që patjetër edhe në Shqipëri ka shumë raste të shtuara, mund ta ketë vetëm përmes ushqimeve, mënyrës së shëndetshme të ushqyerit. Ne do të flasim sot me Nikola Ndonin, këshilluesin mjekësisë holistike. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjes, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë. Urime për emisionin, sinergjia e mrekullueshme, energjia po ashtu. Faleminderit shumë. Nikola, diabeti po bëhet shumë e shpeshtë kohët e fundit, edhe patjetër që ne një stër sëmundjesh, edhe mjekët, edhe ju që keni trajtimet alternative të mjekësisë holistike, gjithmonë e vini fokusin tek ushqimi, pavarësisht medikamenteve që në shumë raste patjetër që janë nevojshme. Por nëse kemi një ushqyerje të shëndetshme, duhet vjetër edhe përmirësimi në shumë aspekte të trupit, të metabolizmit. Kështu që këtu do të fokusohemi sot tek ushqyerja e shëndetshme sa i përket përmirësimit të diabetit të tipit 2 me një qasje të mjekësisë holistike patjetër. Si janë rastet në Shqipëri, duke qenë se ti je në kontakt gjatë kohës me njerëzit që edhe të kërkojnë këshilla, edhe ndajnë mendime me ty, e sheh në rritje në Shqipëri? Faleminderit. Unë duhet të them një statistikë amerikane se me thënë drejtën ne jemi shumë edhe vend i vogël një herë dhe nuk e se kemi edhe institucionet të qëndrueshme dhe statistika fort të sakta. Në Amerikë të dhenet më të fundit tregojnë se 88% të popullsisë në Amerikë ka një formë të sëmundjeve sindromës metabolike që quhet. Do me thënë 88% këtu përfshirën dhe fëmijët, gjithë popullsisë flasin. Nuk besoj se jemi në këto nivele, do me thënë të 88%, që po sigurisht jemi të 75% pa frikë. Ne këtu në Shqipëri fëtu. Ne në Shqipëri, po ashtu sepse kemi adoptuar mënyrën e të ushqyerjes dhe të sjelljes perëndimore. Jeshtë vërtet epidermia e shekullit. Nuk jemi nga vendet e para sigurisht, sepse të tha statistika amerikane, por vendet e Gjirit Persik, për shembull, janë vendet e Gjirit Persik, të vendet arabe në përgjithësi, janë vend të parë me diferencë. Dhe këtu flasim me Pakistanin, futin din brenda, Arabi Saudite dhe këto nuk diskutohet janë në që vuan nga diabeti. Janë vendet e para të sëmundjeve metabolike në tërësi në mënyrë të veçantë të diabetit tipi 2. Pse, Nikon, cilë është stili tyre jetesës që i bën që të kenë numrin më të lartë të diabetit tipi 2? Pra, çfarë bëjnë ata gabim? Mënyra e ushqyerjes. Sëmundjet metabolike të gjitha janë pasojë e mënyrës e ushqimit, mënyrës të ushqyerit dhe të sjelljes tonë. Sindroma metabolike faktikisht lidhet me 5 forma të shfaqjes. Që është glukoza e lartë në gjak, është insulina e lartë në gjak, është visceral fat i madh rebelit, trigliceridet e larta dhe ai që quhet kolesteroli mirë, në thonjza se kolesteroli është i mirë i gjithë, high density lipoprotein i ulët. Në rast se plotësohen 3 nga këto, atëherë keni sëmundje metabolike. Okej, ndalemi pak këtu. Si mund të kesh, janë kurioz, ta di si mund të kesh, le të themi, kolesterol të ulët, njëkohësisht edhe dhiam shumë në pjesën e parë. Pikërisht, pra high density lipoprotein. Në profilin e lipideve që bëjmë rëndomë të analizat tona, ke totale kolesterolin, ke dhe kolesterolin e lartë dhe të ullë, të keqin dhe të miri në thonjza. Kjo është problemi. Kemi të ullët HDL-ën, që është edhe një tregues i shëndetit përgjithshëm, por kemi të lartë, ose kemi të lartë atë low density lipoprotein. Pra, disbalancat e lipideve. Që është një tregues, mjafton kaq dhe vetëm për të kuptuar që nuk jemi mirë me shëndetin metabolik. Dhe këtu pas kur flasim për shëndetin metabolik, që të dalim tek diabeti tipi 2, diabeti tipi 2 nuk është sëmundje, nuk është patologji. Diabeti tipi 2 është përshtatje, adoptim i trupit njeriut për arsye se neve po abuzojmë me të. Juve luani kitare i dashur. Po. Gishtat tuaja janë me kavu. Po. Janë adoptuar sepse juve prekni tele. Po, vërtet. Romina nuk i ka, unë si kam. Po. Kështu duhet parë dhe trupin.
Është një gjendje në trupin tonë që quhet homeostazë. Është detyra parsorë që ka në organizëm. Përshtatja e organizmit, për të ruajtur shëndetin nivel qelizor, në përballje me mënyrën e ushqyerjes, me mënyrën e sjelljes, me ambientin e rrethojmë, me shumë gjëra të tjera. Por cilat janë simptomat? Pra, Në rastin e diabetit tipi 2, çfarë është? Sheqeri i lartë në gjak. Por duhet ta kuptojmë këtë gjë. Që adresimi duhet parë një çik më ndryshe. Në kohën ku na shfaqet neve sheqeri i lartë në gjak, mbi normat e përcaktuara nga mjekësia, trupi ynë është dorëzuar ose më saktë e ka të pamundur të vendosi këtë homeostazë. pra ta luftoj. Do me thënë që ta sjellin balanca. Po. Pse? Që ta kuptojnë njerëzit, ndaj duhet ta shpjegoj që ta ju. Nivelet e përshtatshme optimale të sheqerit në gjak duhet të jenë tek 85, jo më shumë se 90. Sheqerin në gjak. Duhet ta dim dhe këtë njëherë, shumë gjak, shumë sheqer lartë në gjak na çon koma, po dhe shumë pak sheqer në gjak na çon koma. Hiperglicemi apo hipoglicemi. Tani është një hormon që quhet insulin. Ndër shumë, se ka shumë funksione, është jetik, nuk diskutohet, por është dhe të vendos raportet ose të rregulloj sheqerin në gjak. Ku neve marrim ushqime me shumë sheqer, me shumë karbohidrate, na hyn nga jashtë shumë sheqer. Tani për të ruajtur këtë nivelin e qakut, e sheqerit në gjak, normal, shohet insulina. Insulina është që qonë sinjalet në qeliz, që po vjen sheqer të futen. Por vjen një moment që qeliza është mbushur, nuk do me sheqer. Çfarë bën? Krijon rezistencë. Do me thënë, qohet insulina gjithmonë për ta mbajtur sheqerin në nivele optimale. Gjë që neve nuk na i tregon në analizat që ne bëjmë kur merremi me glukozën. Glukoza është normale, ne themi jemi në rregull. 85 jemi në rregull, po ndërkohë insulina është dyfishuar mbas 3 muajsh. Është trefishuar mbas 4 muajsh, se niveli normal i hormonit të insulinës duhet të jetë 3. Faktikisht dhe fatkeqësisht, e gjithë historia rreth diabetit është ndërtuar mbi glukozën, jo mbi insulinën, që duhet ishte në fakt markeri më mirë për të përcaktuar diabetin e tipit 2. Do me thënë, në momentet kur në shfaqet sheqeri lartë në gjak, dhe janë probleme të dukshme pastaj, në duke dhe në analiza, ka të paktën 10-15 vjetë trupi ynë që lufton nëpërmjet insulinës për ta sjellë në balancë. Pra është një gjë që është e mbartur. Po vjen nga dëmtimet e erpaseshme që ne i bëjmë. Është e lartë, është e keqe glukoza në gjak, na shkakton shumë probleme, por ama problemet që na shkakton insulina e lartë. Cilat janë disa nga simptomat, Nikola, simptomat që ne me veten tonë i shohim që kemi sheqer të lartë në gjak, pa shkuar tek analizat, si e dallojmë veten? Është shumë e thjeshtë. Dhe jam dhe bërë. Okej, që e kanë gjithë? Po se janë gjithë mu, që ata, 88 janë më. 80% e popullit është në Amerikë. Okej, kemi normalizuar si gjë, jo, pra, është rezistent ndaj insulinës, është diabet. Po. Hol. Urinimi shpesht. Okej. Po keni parasysh, duke urinuar, largojmë nga trupi dhe kripra minerale. Që është skandaloze. Tensioni lartë në gjak është pasojë e diabetit, ose më saktë, pasojë e rezistencës e insulinës dhe rezistencës ndaj insulinës. Po insistoj këtu te kjo rezistencë ndaj insulinës, se kam dëgjuar që ka hyrë në diskurs të flitet shumë, por pa e kuptuar çfarë është rezistenca ndaj insulinës. Do me thënë, qelizat tona nuk i përgjigjen sinjaleve që lëshon insulina, sepse e kemi mbytur me sheqer. Edhe duke mbledhur gjithë këtë, ku arrim po? Përfshin këtu edhe fruktozën? Nuk diskutohet gjithë llojet e sheqerave. I bie, po që çfarë është adoptim. Po mbron qelizën, po mbron organizmin, sepse po helmojmë me sheqer, me shumë glukozë. Nikola, çfarë mund të bëjnë njerëzit që janë në base insulin rezistent, po nuk janë akoma diabetik? Si mund ta parandalojnë? Çfarë do të bëjnë? Shumë e thjeshtë. Insulina
ose rezistenca ndaj insulinës krijohet kur ka shumë insulinë. Do me thëmë, kur prodhon pankrasi shumë insulinë. Insulina prodhohet gjithmonë kur ne në ushqimet tona fusim sheqer. Okej. Stop sheqerin. Stop sheqerin. Karbohidratet stop. Brenda Brenda ditës ullet sheqeri, brenda 3-4 ditë stabilizohet sheqeri, dhe po të vazhdojmë me të njëjtën mënyrë ushqimi, brenda javësh, edhe insulina kthehet në gjendje normale, ka diabet. Po s'pati diabet, nuk ka hipertension. Po s'pati hipertension, nuk kemi as probleme të shëndetit mental, nuk kemi as kancer, nuk kemi as... Po mirë, nëse ne mbajmë një regjim të tillë për një javë dhe të themi që në fund të një jave nuk kemi më shenja diabetit dhe pas një jave ne rikthehemi prapë mënyrës tonë të jetesën, shfaqet prapë. Të njëjtat gjëra do bëjnë. Rikthehet aty ku Të ishte. njëjtat gjëra do bëjnë. Duhet kuptojmë një gjë të dashur miq. Genet tona nuk kanë ndryshuar këtu dhe 250.000 vjet. Ose më saktë kanë ndryshuar, ose 99.99% janë të njëjta. Okej. Mënyra e ushqyerjes, mënyra e jetesës, mënyra e sjelljes Ka ndryshuar. ka ndryshuar shumë, po shumë fare. Mirë, ju po thoni që nuk ka njerëz që kanë predispozita të jenë diabetik, që të mos vogël? Jo, se ekziston një herë. Në përgjithësi, sëmundjet, ose më saktë, predispozicioni gjenetik është tjetër gjë, edhe vendosim. Pra nuk e quan genetike? Nuk bet fjalë fare, nuk bet fjalë fare. Është diçka që ndikon nga stili e jetesës. Përjashtuar në një malformacion, keq formacion i geneve. Transmetimi me defekt i geneve, që ndodh shumë rrallë, por dhe në këto raste, në rast se neve nuk japim shkak që genet cilën këtë mënyrë, nuk ka vënë. Predispozicioni gjenetik nuk duhet të prevaloj fare në diagnostikën. Nikola, duke qenë se ndaluam pak tek regjimi ushqimor, sa rasti njihni ju tek personat të cilët duke mbajtur një regjim shumë të mirë ushqimor mund të kenë ndryshuar i gjithë sistemi tyre imunitar, të jetë ulur diabeti, insulina? Rastet janë të pafundme. Unë nuk ka shumë njerëz që unë nuk i njoh fare. Vetëm nga ju, Romina, na daljet që kemi bërë në televizion. Nga informacioni që t'i jep. Njerëz që unë nuk i njoh fare. Njerëz që më falenderojnë, thotë më ke ndryshuar jetën. Me këto informacioni që kemi dhënë. Se faktikisht mungon dija. Unë kam thënë gjithmonë në daljet e mia. Shëndeti nuk kërkon lek, shëndeti kërkon dije. Jemi të paditur, ta them, sepse është orientuar mënyra jonë e ushqyerjes dhe jetesës në mënyrë të tillë. Thash që është adoptim i organizmit për të ruajtur homeostazën, që të funksionojë, që të krijojë këtë lloj gjendje, se nuk është sëmundje, që këta e Nikola, po njerëzit shumë sot po ndihen më të stresuar, mungesa e pagjumësisë, pra bën të vetën, lloji i jetesës që sot bëjmë çdo ditë nuk është njësoj si tjetra, ngarkesa, janë këto shkaktarët të cilët na çojnë keq ushqyerje dhe na sjellin një problematika tjetër. 3 gjëra ka diabeti tipi 2. Nga 3 gjëra mund të shkaktohet. Rezistenca ndaj insulinës, stresi, dhe sebetari. Këto 3 janë. Ose të treja. Nuk duhet ta neglizhojmë absolutisht stresin. Pse nuk duhet ta neglizhojmë stresin? Sepse ndërmjet e tjerave është kimia që vendos në organizmin tonë. Insulina e tham që rezistenca ndaj insulinës krijon këto probleme, por ama atë dhjamin visceral, atë dhjamosjen e mëqisë. Na e krijojnë dhe dy hormone, në saktë, jo një që quhet, njëri kortizol, njëri epinefrin ose adrenalina. Të dyja këto prodhohen në gjendën biveshkore, në qeliza të ndryshme, faktikisht veprojnë ndryshe, por që lidhen drejt për drejt me stresin. Dhe çfarë bëjnë të dyja këto? Krijojnë dhjamose, shojnë sheqerin në gjak, sepse është një nga detyrat e kortizolit është që të gjej burim energjie, se kortizolin është berë ku neve në rrezikojsh jeta dikur. Bëhet fjalë për rrezikimin e jetës, jo që të çohet. Edhe duhet të gjejmë rezerva energjie që të shpëtojmë, të vrapojmë, të ngjitim më i pemës, puna sulmon të luani, nuk e di çfarë. Kështu që kortizoli i lartë na i çon sheqerin. Na është një nga Si ta neutralizojmë? stop stres.
Po, kjo është me leta thuash, po. Jo, është shumë e thjesht, është shumë e thjesht. Pare punës njëherë, edhe stresin që ne kryojmë, është një kryes e mendjes tonë, sepse perceptojmë në ambientin që jetojmë, apo situatat që ne ndodhemi si rrezik. E pare punës duhet a marrim çik më lehtë. Po dhe janë të lidhura që të kuptojmë, që janë dhe shëndetësore pastaj ndikon në menaxhimin e stresit. Se në rast se nuk jemi neve fizikisht të shëndetshëm, e kemi shumë të vështirë pastaj të menaxhojmë dhe stresin. Për arsye se e kemi thënë dhe herë tjetër, ka një autoban që lidh trurin me zorët. Dhe janë dy sisteme që ndikojnë sjelljen tonë dhe trurin. Sistemi parasimpatik dhe sistemi simpatik. Sistemi simpatik është sistemi që funksionon ku ne jemi në stres. Ky është kimi e gjallë. Ky është rastet ekstreme. Në rast se ne nuk ushqehemi mirë pastaj, do të jemi gjithmonë në këtë lloj stresi, në këtë sistemi, që është sistemi simpatik. Normalisht, ne duhet të funksionojmë me sistemin parasimpatik, që është ai që thonë rest and digest. Do me thënë që ne të ushqehemi, që ne të funksionojmë, hormonet pastaj që ndikojnë në mirë funksionimin e trurit, siç është oksitocina, siç është serotonina, siç janë, të krijohen nga sistemi ynë i tretë. Pra, Nikola, shumë e lehtë kjo që thua në termat përgjithshëm, po të menaxhosh stresin, kur ti ke gjatë gjithkohës një jetë aktive me një punë që do të fokusuar aty, që të merr shumë energji, që të vë mendjen në punë, ke fëmijët në shtëpi, ke shumë gjëra për të menaxhuar, ke një pasiguri financiare. Shumë e drejtë. Janë një mori gjërash që ti si menaxhon dot edhe të duash. Shumë e drejtë, këtu pastaj ç'a thash. Mënyra e ushqerjes dhe jetesës ndikon jashtëmastër. Sepse në rast se ju rrini pa gjumë harroje se mund të rregullohet ai niveli stresit edhe më thash. Sa orë gjumi rekomandon ti për një adult? Nuk ka rëndësi orët, se sa ka rëndësi cilësia e gjumit. Dhe gjumin e natës nuk e zvendëson dot absolutisht asnjë. Dhe diçka tjetër pastaj duhet krijojmë kushtet që ta bëjmë gjumin e natës. Gjumin rahat. Shumë sugjerojnë errësirën totale, janë qiriri. Dakor, se kapemi tani duhet jetë dysheku i tillë, jasteku i tillë, e tillë. Të parë ta nuk kanë pasur fare dysheka që të jemi të qartë. Nuk varet shumë nga kjo. Por këto dritat që ne kemi këtu në studio për shembull, që është një dritë në telefonit. Këto çojnë sinjale të gabuara në tru. Sepse është hormoni melatoninës që prodhohet në tru, i cili krijohet ku ne flem dhe për të fjetur. Por ama, ky lloj hormoni, që të çlirohet, duhet i vend sinjali. Dhe sinjali duhet i dhe rësira. Në rrasën e qojmë dritë, jemi ditë, që truri ju nuk ka sy, truri ju nuk ka pesh. Funksionon në basë sinjaleve që. Nikola. Varet gjithçka nga mënyra e jetesës dhe në mënyrë të veçantë. Ushqimi nuk diskutohet, sepse duhet lënë dhe parë. Kemi mungesa në element ushqyes thelbësor të theksuar. Suplemente. Nuk funksionon truri ynë pa magnez, ju lutem. Nuk ka me magnez. Toka jonë sot është minimalisht 90% me varfër magnez. Magnezi vepron, për shembull, dhe po të parë vetë magnezin, vepron në të paktën 300 reakcione enzimatike për prodhimin e enzimave në organizëm dhe është baza për prodhimin e energjisë të këfundit e shëndetit që prodhohet gjeliza. Nuk e marrim mjaftueshëm nga ushqimet? Nuk e ku e gjenë, nuk kanë me ushqimin që ne kemi, sepse toka nuk ka me magnez. Sa që kishte, ndërkohë pastaj ne spërkasim tokën. Është një lloj herbicidi që quhet glifosat. Glifosat është bërë për të vrarë këto lloj minerale. Nuk përthithen me nga toka. Ndërkohë pastaj perimet që ne kemi sot, edhe frutat që ne kemi sot, i ushqejmë tokën me fertilizator që quhet. Po këto lloj fertilizator kanë vetëm 3 elementë ushqyese brenda, që është fosfori, është kaliumi, është potas. Kaliumi është edhe natriumi. 3. Ndërkohë ne kemi nevojë për 90 minerale të ndryshme për të funksionuar. Është edhe gjëja tjetër. Narrativa mos hani krip. Është
është narrativ vrastare. Jo, nuk thot njëri mos tani krip, thjesht duhet të ashtë në balancuar. Duhet të balancuar. Jo krip nga ushqimet e procesuara, pra mos të kalohet niveli. Kur flasim për kripën e tavolinës, kripën e gjellës, e lem ato të procesuara. Kripa më e varfër. Ka të paktën 60 minerale dhe element gjurmë. Të domosdoshme që trupi ynë të funksionojë. Se kur flasë sinjalet e trupit, tani duhet vej. Po s'pati lithium, nuk mund të jemi të qetë. Kriprat lithiumit janë. Kështu që, kush është norma të lutem? Ndërkohë, bërë një studim në Angli, në i 2017, edhe një rëndës popullsi shumë të madhe, 450.000 njerëz nga të gjitha vendet e botës, të gjitha moshave, sa ndorën në përfundim. Njerëzit që kishin shëndetin e zemrës dhe të rrugëve të qarkullimit gjakut, më të mirë ishin njerëzit që përdorin të paktën 3 fish të normës së rekomanduar të krips. Interesante. Tani, gjithë janë fokusuar pak krip në ushqime. Tani të lutem, ushqimet nuk kanë, toka nuk ka me, neve kemi domosdoshmëri edhe më të madhe për arsye të jetës që më thatë juve, stresante, fëmijët, puna, dritat njërën tjetër, edhe na rekomandohet që të marrim pak krip. Tani, flisnim për tretën e ushqimeve. Kripa e gjellës që lutem është kloru natyror. Acidi më i rëndësishëm në stomakun tonë quhet acidi klohidrik. Po si mund të bëhet ky në rast se ne nuk marrim klorin nga kripa e gjellës, për shembull. Është ai që e quajnë gabimërisht refluksi acidit, se nuk është nga acidi refluksi, po është refluks, mos ke shkaktuar. Pikërisht nga mungesa ose nga humbja e balancave të acideve. Ndërkohë që vetëm me krip, me të marr krip e rregullon. Kthehemi pak te tema. Ju thatë pak më parë që është shumë e kollajt, shumë e thjeshtë, mjafton të heqim sheqerin dhe çdo gjë sistemohet për sa i përket diabetit apo jo. Tani jo sheqeri, karbohidratet. Karbohidratet bashkë me sheqerin. Po se njerëzit e perceptojnë, po e theksoj këtë se njerëzit kur themi sheqeri, në neve kanë parasysh që gjeni parë. Po, bravo. Por sheqeri nuk është vetëm ajo formë. Se kur flasim ka sheqer, është buka. Sheqer është orizi. Sheqer janë makaronat. Sheqer është fruta. Çfarë duhet ha? Pijet me gaz, birra... Të lutem, na listo disa ushqime që njerëzit mund t'i konsumojnë për mëngjes, drekë dhe mish, peshk, vezë, perime. Ka që thjesht, nuk ka nevojë të strollate më shumë. Mish, dëgjoj. Se jetojmë në një konfuzion. Tek ato që quhen, ne folëm pak më para për kriprat minerale, por ka 3 makronutrientë që quhen ushqyes të mëdhenj, që i nevojit e trupit tonë. Është proteina, janë yndyrrat, janë dhe karbohidratet. Tani lutem, proteinat janë cilësore, pa ato ne nuk bëjmë dot. E ka emrin proteinë, nga greqishtja, proto e para pazëncueshme. Pastaj janë yndyrrat, yndyrrat të shëndetshme. Janë esenciale, të dyja këto. Proteina dhe yndyrrat janë esenciale. Dhe esenciale quhen ato të cilat trupi ynë ka nevojë, që nuk mund të prodhojë dot, po duhet i marri patjetër nga jashtë. Pastaj janë karbohidratet që nuk janë esenciale. Që do të thotë, nuk ka nevojë. Bëjmë dhe pa to. Ushqim bosh. Po. Sepse, jo, nuk është që se është ushqim bosh, është burim energjie, por ama nuk është domosdoshmëri, sepse... Edhe nëse konsumojmë karbohidrate në sasi të vogla? Po, karbohidratet nuk janë domosdoshmëri. Por, që se marim dhe në formë naturale, nuk janë problem. Sepse... Përshua në formë naturale? Në naturale, perime, për shumë. Formë naturale është perime. Perime është karbohidrat? Formë naturale është blueberry, për shumë. Boronica, egër. Okej, ka karbohidrate? Po tjetër, sheqeri atyre karbohidrate është. Po sheqeri është karbohidrate. Karbohidrate është edhe yndyra që të kuptojmë. Dhe pse qua karbohidrate, se po të hymë kemia nuk e di, sa më kuptojnë dhe njerëzit. Pastaj janë lidhje karboni, ndaj qua dhe karbohidrate. Pra, nuk është domosdoshmëri karbohidratet dhe s'kemi që ta marrim, sepse trupi ynë e prodhon vetë. Është një proces që e bën mërqia që quhet gluconeogenesis. Procesi i prodhimit të glukozës. Mish, peshk, vezë. Mish, peshk, vezë, perime dhe frutat egra të sfinës.
Dhe këto më dhërova. Do me thënë, ta kemi si parasysh, ke parasysh ati e thamë pak më para që duhet kujdesme dhe për stresin, sepse është një nga faktorët e quarit së sheqerit në qak, por në rast se ne marim një mënyrë, ushqehemi me një mënyrë jetese me sa më pak karbohidrate, nuk stimulojmë insulinën. Nuk ka dhjamosje, po që se insulina është e ullët. Harrojnë. Do me thënë, dhjamosemi kur hormoni i insulinës është i lartë. Si ta heqim mjepsi, Nikola, për sheqerin, për karbohidratet. Na fillon stresi shumë fish nëse s'ham do të gjë që duan. Dhe kjo ne na shëndosh dhe na kryon gjithë të disbalancë. Procesi adoptimit duhet pak me të jemi pak kujdesëm. Receptorët e shijes që ne kemi në gojë zvëndsohen çdo 10 ditë. Në rast se ne ndërpresim sheqerin. Për 10 ditë, ajo që quhet kremi, varësia nga sheqeri, Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, se vjen dhe zvoglohet. do të na largohet Po për jo 10 se ditë. të shkon mendja. Do të na largohet për 10 ditë. Edhe pastaj do keni shumë më të thjesht për të menaxhuar. Por ama, të themi dy gjëra që njerëzit i kanë gjëra fare praktike. Po, diçka të fundit për ta përmbledhur, Nikola. Gjithçka që vërtitet rreth diabetit është glukozocentrik. Merrem glukozë. Është e gabuar. Sepse është pasojë. Është shumë vonë. Ajo që duhet bëjmë, duhet fokusohemi tek hormoni i insulinës. E kapim të paktën 15 vjet më herë. Dhe është një analizë që bëhet shumë thjesht dhe nuk kushton. Kushton, nuk e di, $14-15, do më thënë në vlera tjetër në Shqipëri, fare thjesht, nëpërmjet gjakut, të bëjnë hormonin e insulinës esëll njerëzit. Në rast se e kanë mbi 5, duhet ndryshojnë mënyrën e ushqyerjes, mënyrën e sjelljes, kur them mënyrën e sjelljes edhe menaxhimi i stresit që tha se kortizoli e ngrenë sheqerin, dhe për ta dhënë mundësi trupi që ta sjellë në nivelin. Po kafe, Nikola, as kafe s'do pi njeriu. Do të pi kafe, kafja nuk ka lidhje, kafja ka dëgjoj tani. Unë ka folur, nuk e di se Ka sheqer kafja? Jo. Pa sheqer. Pa sheqer. Sheqeri është një formë marrë. Unë e vetmja gjë që unë pija ishte kafja me sheqer. Unë sheqerin se kam dashkur, nuk e di. Që unë kam lindur. Edhe ai më ka mbajtur gjallë se po të konsumoj sheqerin do kisha vdekur sot 100%. Po ja, pse ka po. Jo, e lidh me mënyrën e jetesës. Jo, sepse pija alkool sa duash. Që s'kish se i kam provuar gjitha në kurrizin tim unë gjitha. Toni kam pasur diabet, kam pasur dhe mos e mëlçis kam pasur. Por vetëm gjë të ëmbël doja kafen. Edhe sot e pi kafen pa sheqer. Kafeja ndikon tek epinefrina. Do me thënë të gjendër mbi veshkore që çon pak adrenalinë. Nuk është e dëmshme që të kuptohemi, sepse adrenalinë, dhe që bën apo pa adrenalinë s'kem ku veni. Me adrenalinë të ullim, që se vjen të punë, tu ti ke frikë nga puna. Me adrenalinë të lartë ka frikë punën nga ty. Sepse shtyhet. Vërtet. Është të mosdoshmëri. Vërtet. Nuk është problemi kafes, nëse kafeja është organike, aq më mirë. 3-4 kafe në ditët parandalojnë kancerin, ne? Kancerin e zorrës në mënyrë të veçantë dhe të mëlçisë janë të dhënat e fundit. Por është studimi i fundit për këtë që Po, të gjithat mjet janë studime shkencore. Jo, ta përsëris që ta citojmë në mënyrë që të mos kemi vend për keq interpretime. Nuk diskutohet fare nga goja ime, ju s'do të dëgjoni kur gjëra jo shkencore. Nuk e di, jam me 5 gjuhë, ka të gjuhë dhe gjuhën e nenës. Që të kuptohemi dhe kam vite, jo se unë e dua shumë gjuhën shqipe, më pëlqen shumë dhe i çmendur, kam vite që nuk lexoj një gjuhë shqipe, informacione shëndetësore nuk bëhet se nuk prodhon dot ne. Tira janë dime që në jashtë, po thonë. Jo, për nuk bëhet tjerë. Jo, t'ja bëmra, sa duash shkencëtar të me fill, doktor të famshëm, që po bëjnë revolucionin sot në fushën e shëndetit. Kështu që ta marrin me vete njerëzit këte, bëni ju lutem analizën e hormonit të insulinës esëll. Esëll, okej. Kaq. Dhe në rast se ndodhet është mbi 5, atëre shikoni se diçka në ushqimet tona nuk shkon. Këtu tek ushqimi ne nuk është vetëm ushqimi, por dhe mënyra të ushqyerit ku hyn sa herë ushqim. Mos harroni. Mënyra me gabuar me poshtër nga të gjitha është ham nga pak e shumë herë dhe shumë herë në ditë. Nuk duhet në asnjë mënyrë të ham shumë se 3 herë në ditë. Dhe vakte të caktuara, po. 3 herë në ditë
Edhe atë në qëse të merë ne frut të majmë brenda këti ushqimi, që të mos të qojmë insulinën, dhe mund si që leni të këntuaj 12 orë, që të merret me proceset e rikuperimit. Harrojni se mund të keni gjumë të mirë në rast se juve ushqeheni 3 orë, më pak se 3 orë para gjumit. Po, patjetër. Edhe shmangni sheqerin, sidomos sheqerin në ushqimin e darkës, sepse sheqeri pastaj, qot insulinën, insulina kortizolin, nuk vi gjumë. Nikola, me ty mund të flasësh pa fund, sidomos për tilla temat dhe informacionet që ke, e vërtet është. Po, do t'jesh sërish pjesë e programit, siç ke qenë gjithmonë shumë i vlefshëm me këshillat që na jep, dhe mbi të gjitha sot ishte thelbi tek ushqyerja e shëndetshme, që e përsërisim gjatë gjithë kohës dhe e përmendim gjithë kohës, insistojmë që ai është thelbi i shumë probleme të tjera që kemi me shëndetin. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi për mua dhe faleminderit që jeni zeri. Forca juaj, forca gazetarëve është jashtëzakonshme. Faleminderit. Ne thjesht japim një alternativë ndryshe të qasjes holistike, pastaj ju e dini që mos neglizhoni as trajtimet mjekësore sepse dhe diagnoza ka shumë rëndësi. Na duhet ta themi patjetër këtë pjesë. Okej, ikim reklama, vim pas pak.